Çfarë ka të bëjë fjala profetizim me ankthin? Çfarë do të thot fjala profet? Fjala profet, si që dini profet sipas besimtarëve do të thot i dërguar i Zotit në bazë të fesë apo teologjisë, shkencës që studion fetë. Po ne, kush na dërgoi në këtë botë, univers, kush na krijoi shpirtin, trupin dhe miliarda qeliza të ndryshme që funksionojnë në një mënyrë autonome, perfekte, pa vetë dijen tonë, kështu që i bie se edhe ne jemi të dërguarit e Zotit gjithësisë. Pra nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth fuqisë tuaj mendore, profetizimit, fjalës profet, si të çliroheni nga ankthi, ta kuptoni psikologjinë, atëherë ju propozoj apo ju rekomandoj që ta porositni këtë libër tani. Mund ta gjeni në website-in tim. Ju falenderit dhe mirupafshim.